La ilaha illallahu wallahu akbar. Allahu akbar walillahi alhamd. Allahu është më i madhi. Allahu është mbi gjithçka. Nuk ka tjetër përveç Allahut, vetë atij i bëhet hamdi edhe falënderimi. Falënderojmë të madhin Zot që na bashkoi sot në këtë shesh, në këtë fush, në këtë mëngjes të Kurban Bajramit, në këtë mëngjes ku miliona apo miliarda njerëz janë të disponueshëm për t'ju përullë Zotit Gjelle Gjelaluhu. Edhe ne e falenderojmë me një falënderim si që takon Allahu Gjelle Gjelaluhu, se me të vërtet na begatoj me mirësitë e tij që na udhëzoi, na drejtoi, na bani të mirë për vetët tona, po edhe për njerëzit e tjerë. Vejmë në këtë ditë, në këtë mëngjes të bukur të freskët të Kurban Bajramit apo të sakrificës së këtij Bajrami. E fjala Kurban me të vërtet mbart një diçka të jashtëzakonshme, sakrificë, pra njeriu të bëjë diçka për hir të Allahut Gjelle Gjelaluhu. Dhe ajo që kryhet dhe bëhet për hir të Allahut, shpërblimin dhe vlerat i ka tek Zoti Gjelle Gjelaluhu. O vëllezër besimtar dhe ju besimtare,